السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, na inshallah taala do të përkujtojmë diçka që të na bëjë dobi neve dhe gjithë ata që na ndëgjojnë dhe janë të interesuar për këtë çka e themi inshallah taala. Ajo është si të arrim të bëhemi i adhurues të Allah Azza wa Jall të përhershëm. Jo sezonal. Sezonat besimtari normal që i ka parasysh, sikur që është koha e Ramazanit. Allahu Jalla Jalalu ka thënë sezon dhunti, mirësi, për rast për besimtarin në mënyrë që të afrohet sa më shumë te Allahu Jalla fi ula. Pastaj 10 ditë që muaji i Dhul Hijjes dhe ditët e para. Mirë po, Allahu Azza wa Jall ka kërkuar në Kur'anin e Kerim që besimtarët të jenë adhurues të Allahut Azza wa Jall të përhershëm. Allahu Jalla Jalaluhu tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", dhe si kam krijuar njerëzit, gjinët dhe njerëzit për tjetër vetëm se të më adhurojnë. Tamam. Pastaj ka thënë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin", dhe pastaj adhuro Zotin tënd ja Muhammed, që është ligjërim për të gjithë ummetin e tij deri në ditën e Kiametit, derisa të vjen vdekja. Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu Jalla Jalaluhu kur fol për pejgamberët nëpërmes zgjuarës së tyre, Isa alayhis salam qala: "Inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا." Ka thonë jam robi Allahu Jalla Jalaluhu, Allah më ka dhënë një libër dhe më ka bërë pejgamber, Isa alayhis salam, dhe më ka bërë të bereqetshëm kudo që jam, dhe më ka porositur me namaz dhe me zakat derisa të jem gjallë. Allahu Jalla Jalaluhu tha në Kur'anin e Kerim gjithashtu për besimtarët: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ka thonë o ju cilët keni besuar, tutni Allahut Azza wa Jall me frikë të vërtetë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë besimtar. Vetëm mos vdisni ndryshe, nuk ka thonë mos jetoni ndryshe, vetëm si musliman. Po e ka cek fundin, ka thonë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Mund bani çka të bajni, mundonu me vdek besimtar. E muslimani si ka mundësi pra me rujt fundin e tij vetëm se si jeton. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë apo kupton, njeriu vdes ashtu siç ka jetu. Dhe ringjallet ashtu siç ka vdek. Pra ta besimtari duhet me rujt gjithherë nëse don që ai të jetë fundi i mirë i tij, ai mundohet gjithherë të jenë veprat që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me to. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar ne ka dhënë shembullin më të mirë dhe më të lartë në këtë pikë. Kur tha Aisha radhiyallahu ta'ala anha: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha amila amalan athbata." Kur e vepronte një vepër pejgamberi alayhi salatu wasalam e përshostate atë. "Wa kana idha nama min al-layli aw marid salla min an-nahari 12 rak'a." Dhe në qoftë se thotë zinte gjumi dhe nuk mund që ndonjëherë për shkak smujës dhe për shkak udhëtimeve, lodhive të ndryshme s'mund që të falet natën, ai thotë i falte pra 12 rekat ditën. I falte 12 rekat ditën, pra vazhdueshmëria në adhurime edhe atëherë kur në kohën e vet shton mos me fal, mos me kry një adhurim të vazhdueshëm që i rregullt në atë, e ban pra e fal një kohë tjetër, për shkak se këtë kohët janë të Allahu subhanahu wa ta'ala.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e transmeton Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thot: "Ahabbu al-amali ila Allahi adwamuhu wa in qall", veprat më të mira te Allahu janë dhe më të dashura janë të pakta po të vazhdueshme. Gjithashtu kjo hadith aludon për vazhdueshmëri. Pra Allah subhanahu wa ta'ala shumë I ka kushtuar rëndësi vazhdueshmërisë në adhurime dhe na shoh me argumentet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të shikojmë pra edhe gjatë ligjerimit se si argumentet aludojnë të gjithë për vazhdueshmëri. Vazhdueshmëri në adhurim ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Ndërsa sezonat janë të nderuar, Allah azza wa jalla u ka dhënë mirësi këtij ummeti pejgamberit alayhi salatu wassalam në mënyrë që ato të ngriten më shumë te Allahu xhalla xhelalu, t'ju jepet mundësia të gjithë derisa kupton gjatë gjithë muajit I prangos Allahu azza wa jalla shejtanët. Tamam, në mënyrë që t'i jepet mundësia çdo kujna çka don sa do pak në zemrën e tij ka pra dashuri dhe anim ka feja dhe imani I Allah subhanahu wa ta'ala. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte pra I kujdesshëm edhe për sahabët, shokët e tij, e që aludon e që ky ligjerimi I tij pra për sahabët, pra edhe për neve vlen. Çka tha Abdullah ibn Amr عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله وعبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. Mos u ban sigur filoni I cili thot falte një herë namaznate dhe pastaj e late. Allahu xhalla xhelalu e urren shumë që ta bësh një vepër, një adhurim dhe pastaj ta lish. Pra ta mbuton I kushton rëndësi sasi shariati I Allah xhalla xhelaluhu, sasi sa merr pe adhurimeve është rëndësishme ti me vazhdu. Merr pak po vazhdoje atë. Pra na inshallah taala do t'i cekmi disa vegla, disa mjete, të cilat neve do të na ndihmojnë që të jemi të vazhdueshëm në adhurimin ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, sepse kjo neve na intereson. Neve na intereson të jemi të vazhdueshëm në adhurim ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, edhe adhurim të nderuar nuk ne kupton vetëm ritet fetare çka I bëjmë në namaz, zakat, xherim e kështu me radhë. Çka është el-ibada? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu wa yardahu min aqwalin wa af'alin adh-dhahira wal batin. Është një emër përmbledhës që përfshin në të çdo sen, çdo vepër, nga fjalët dhe veprat, të mbreshme dhe të jashtme që I don Allah subhanahu wa ta'ala. Çdo sen, nëse e ban me niyet dhe e din se këta Allah e ka lavdëruar në Kur'anin e Kerim dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është adhurim. Pra mendo është adhurim edhe atëherë kur vllavit tan I buzësh në fytyrën tonë me niyet që pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam neve na ka urdhëruar që mi buzësh vllavit tan musliman në fytyrën e tij, kjo quhet adhurim te Allah subhanahu wa ta'ala. Adhurim besimtar është 24 orë në adhurim. Pra ata thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk I kam krijuar njerëzit dhe gjinët po si vetëm se të më adhurojnë. Çka do të thotë? Do të thotë besimtari, ai që I ka besuar Allah subhanahu wa ta'ala, jeta e tij është e tëra në adhurim. Para mendoj edhe atëherë me një jetë të nderuar këtë vepra çka I bën se bëhen adhurim te Allah subhanahu wa ta'ala. Para mendoj edhe kur flen besimtari në mënyrë që të jesh më I fortë, që të sjellsh hajra puton dhe të adhurosh Allah subhanahu wa ta'ala me këtë niyet është I në adhurim edhe kur flen. Derisa I than sahabët: "Ya Rasulullah", edhe kur flen bashortët me zvete kanë thonë edhe këtu ka sevap, dhe ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe këtu ka sevap dhe sadaka. Subhanahu wa ta'ala. Allahu xhalla xhelaluhu çdo vepër ka thonë imatatul adhan tariq sadaka. Edhe me largua kupton fjala një pengesë nga rruga është sadaka te Allah subhanahu wa ta'ala. Me ja thonë dikujt një fjalë të mirë është sadaka. Me ndihmu dikan është sadaka. Derisa thot me ndihmu dikan me hip në devën e tij apo në mjetin e tij të udhëtimit, thot është sadaka te Allah subhanahu wa ta'ala. Fjala e mirë është sadaka. E shef dikan të mërzitur, edhe mundosh me ia dhënë një fjalë për hir të Allahut xhalla xhelalu, apo do të qoftë edhe me një fjalë me ndihmu atë, nëse nuk posedon diçka tjetër, është sadaka te Allahut xhalla xhelalu. Bile ka thonë vepra më e mirë te Allahu azza wa jall është që ti futesh besimtarit gëzim në zemrën e tij. Ta gëzosh në zemrën të mërzitur, vepra ndër më të dashura te Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo do të thotë besimtari 24 orë është në adhurim. Edhe kur punon për familjen tonë është në adhurim. Rizq halal, tamam, është kur kujdesesh për dispozitat e Allahut xhalla xhelaluhu është adhurim. Tamam, dhe kur ju sjell akuton rizq familjes tonë dhe bile ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë rizku dhe sadakaja më e mirë që I jepet le mosha
është për familjen tënde. Kjo s'do me thonë, a kupton se s'ban me dhon tjerëve. Por a kupton, mos mendojnë disa, a kupton se vetëm nëse s'kam dhënë diku uja, a kupton unë jo. Sadaka e më e mirë ka thonë ku shpenzon burri të krye familjari për familjen e tij, për fëmijët e tij, për gruan e tij kështu me radhë. Gjithçka pra çka lëviz, më 24 orë është sadaka dhe është ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po na, cilat janë disa vegla që na ndihmojnë neve të jemi besimtar të përhershëm të vazhdueshëm. E para që e kanë cek dietarët është nderuar është el-isti'anatu billahi subhanahu wa taala. Është më mbështet dhe me kërku ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Me kërku ndihmën e Allahu xhelle fi ula. Dhe nuk ka dyshim të nderuar se për çdo sen në fakt besimtari duhet me kërku ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Për ata edhe e ka bën Allahu azza wa jall këtë pjesë të ibadetit të veçantë ndaj Allahut xhelle xhelalu kur ka thënë iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. O Zot, na ti të adhurojmë dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe prej teje ndihmë kërkojmë. Thot عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده. Thot një ditë për ditëve e kapi thot Muazin për dorën e tij. Edhe tha ja Muaz, inni la uhibbuk. Unë të dua për hir të Allahut. E përsëriti pejgamberi alayhi salatu wasalam. Fa qala usika ya Muaz. Pasi që i tha unë du për hir të Allahut ja Muaz. Tha po të porosisja madh me diçka. La tad'anna fi duburi kulli salatin taqul. Mos e le këtë dua thot në fundin e çdo namazi së thonëri Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Mos e harro këtë dua me thon asnjëherë. Tamam? Çka është? O Zot thot më ndihmo thot mua që të përmendi ti sa më shumë, që të falenderoj ti sa më shumë dhe më ndihmo që të bëj adhurim sa më mirë ti. Sa më të përkryer adhurimin subhanahu wa ta'ala ndaj Allahut xhalla xhelalu. Kjo është rawahu Abu Dawud, transmeton Abu Dawudi. Kjo është domethënë argument që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi Muazin pra që ta ban këtë dua, që ta lut Allahun çka? Ta lut o Zot pra me një fjalë banëm pra prej atyre falënderuesve të vazhdueshëm, prej adhuruesve të vazhdueshëm dhe prej atyre që e bojnë ibadetin më të përkryer. Adhurimi më i përkryer është kur bëhet me ikhlas. Vesh për hir të Allahut xhalla xhelalu parje pasi falësia. Dhe të njëjtën kohë me bën sipas asaj që ka ardhur, që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kjo është mënyra më e plotë e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse është e pakt. Edhe nëse është e pakt. Pastaj ka thonë gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ath-thabata fil amr wa as'aluka 'azimata ar-rushd. Tamam, ka bënë këtë dua gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam. E dyta të nderuar është el-ibtiadu an adh-dhunubi wal ma'asi. Ajo që të banë me koni vazhdueshëm në adhurime, e para ke me kërku ndihmën e Allahut xhalla xhelalu. Pra mi qirë këtë ajetet dhe hadithet çka kanë ardhur, sidomos hadithet dua çka kanë ardhur këtë tematik, te puna e kërkim ndihmës Allahut azza wa jalla dhe ti më mësua të dua. Tamam? Më mësua të dua edhe me kërku Allahut azza wa jalla nëpërmes atyre duave, o Zot banëm musliman të vazhdueshëm. Adhuruesi vazhdueshëm te Allahu subhanahu wa taala. E dyta është mu largu nga gjunahet dhe mëkatet. Pse kanë thonë? Për shkak se gjunahet dhe mëkatet nderuar janë pengesa kryesore për të penguar ndaj adhurimit ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk mund mu bashku një adhurues dhe një mëkatues. S'mund bashku. Për ata dhe ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, çka ka thonë? Fa innahu idha waqa'a adh-dhanb suliba halawat at-ta'ati wa qurb wa waqa fi al-wahsha. Në qoftë se personi bjethet me një mëkat, atë kupton, lehej këtë ajo shija e imanit dhe afrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka baba besimtari kur adhuron Allahun, kur është adhurues, koja gatkoa kupton, ndin kënaqësi. Edhe ndjen ata forsinë me Allahun subhanahu wa taala. Mushet zemra me iman, dhe çdo adhurim e shijon. Tamam? Momentin kur e ban një mëkatim subhanallah, më një herë kupton i dëmtohet kjo. Dëmtohet kjo shije. Sikur një pija apo një ushqimi kur i huhet aty uthëll. E shijon më një herë. Në gjumë, e prish, ja prish shijen. Kështu dhe imani. Mëkatimi më një herë ja hudh shijen e imanit apo në shijen e ibadetit, adhurimit që ka bën besimtari. Edhe të njëjtën kohë atë ndjeshmërinë që e ndjen besimtari që është i afërt me Allahun xhalla xhelaluhu,
sikur që i prishet. Sikur kur je me dikan shok edhe shumë i afërt, apo momentin kur del diçka jo e këndshme ndaj atij, i ke bën edhe ti din se nuk ke bën mirë ndaj atij diçka. Çka? Menherë kur takosh me ta e ndini çfarë largësie me ata. E di se nuk i kanë fort punë të mirë. Për ata dhe besimtari kur avuton bani me katim, me një herë avuton thotë Ibn Qayyimi, me një herë ndjenat subhat ftofje ndaj Allahut xhelle xhelalu edhe ndjenat idhtinën avuton i heket ambëlsia e shijes se imanit edhe gjindet besimtari me një wahshe, me një mjerim, me një vetmi avuton të egër. Apo sa që dhe me thonë subhanallah do këtë sikur ju kanë ngushu dunjaja. Nuk ka, këton nuk ndjen kuni çfarë lumturie, iyadhan billah. E treta të nderuar el-ihtimamu bi islahi al-qalb. E treta që kanë ndihmon neve këton për me qenë besimtar adhurues te Allah azza wa jall të vazhdueshëm, është këton me koni kujdesshëm për zemrën. Është shumë e rëndësishme. Në fakt këton zemra është koka e gjithçkaja këton. Është vendi ku shikon Allah subhanahu wa taala. Është vendi ku matën veprat e tona. Matët ahireti jonë nderuar. Prej sa shpresohet ahireti jonë e ardhmja jonë. Prej sa shpresohet nata e varrit me kohën e kotën. Prej sa shpresohet ditën e Kiametit ku dalim para Allah subhanahu wa taala. Për ata çka thonë Ibn Qayyimi, in sayyid al-a'dha'i wa ra'suha huwa al-qalb. Ka thënë Ibn Taymi rahimahullahu taala, ka thënë më të vërtet zotëriu i gjitha gjymtyrëve të trupit dhe koka e saj është zemra. Tamam? Është zemra. Ka thënë fa inna al-qalba idha salahat sa'ir al-a'dha'i wa suhilat 'alayha al-'ibada. Qofse zemra abuton thot përmirësohet, abuton dhe rregullohet gjithë pastaj abuton pjesët e trupit, gjymtyrët e trupit kanë me pasu. Edhe pastaj ju i lehtësohet ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Anëse thot kjo prishet, nisin mu prish pastaj të gjithë edhe pjesët e trupit tjera. Apo ku mu prish zemra. Apo don mu prish sini pastaj. Me lëshun haram. Mu prish gjunha. Ja nis me fol njeriu fjalët e dyta. Në vend apo don kur nervozua, kur ka një mirë me zemrën e tij, kur nervozu ka thon subhanallah, la hawla wala quwata illa billah. Kur ti prish zemra, çka thot kur nervozohet? Mos e ndëgjosh më mirë, çka thot. Iyadhan billah, ajo shkruhet me kat. Apo e kështu me radhë. Dora e tij e kupton. Nuk e mat pastaj e kupton çka prek me dorën e tij haram apo halal. Goja e tij, barku i tij e kështu me radhë, të gjithë pastaj zon dhe pasojnë zemrën. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e sinë transmeton Imam Buhariu rahimahullahu taala, çka ka thënë ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu. Ma të vërtetat në trupin e çdo njeri nga ne ato është një pjesë trup, një pjesë mishi. Qofse ajo është në rregull, gjithë trupi pasojë në rregull. Dhe nëse ajo prishet e tërë trupi pastaj prishet, do të thotë e tërë pastaj buton veprat e njerëzve e njeriu prishen iyadhan billah. E katërta el-hadhru min al-ujb. Me pas kujdes nga vetpëlqimi, iyadhan billah. Apo e katërta që na ndihmon neve për me kon adhurues të vazhdueshëm, është me pas kujdes njeriu me rujt zemrën e tij, edhe kjo vepër e zemrës, apo mirë të veçantë për e cekmi këtë, po shkak se kjo paraqitet shumë të njerëzve më rrezikshme. Vetpëlqimi. Subhanallah. Po shkak se kjo vetpëlqimi të nderuar e ban njeriun më të vërtetë e ban aktiv me bën vepra. Tamam? Mirë për rreziku është se i bën plon edhe hin. Iyadhan billah. Plon edhe hin. Kjo prish këtë veprat. Për ata më kuton, thot Aisha radiallahu ta'ala anha, pasi që e lezova izbriti pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam një ajet surës Mu'minun, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Dhe ata të cilët thot jepshin. Dhe kur jepshin sadaka për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala, thot zemrat e tyre ishin të friksuara. Tamam? Aisha radiallahu ta'ala anha tha kjo ajet është për qëllim për ata të cilët kanë bën thot amoralitet edhe kanë vjedh, kanë bu vepra të këqija, ja Rasulullah, apo, pasi që kanë bu këtë të dzejze, edhe normal, se apo këton, hajde, agodon e ka zgatë dorë me bonit mirë dikon. Mirë po agodon, qka, këlloj njeri, qka, do t'i jep me frikë, se unë e kumpo diçka shumë më të mëdhaja të këqija.
Aisha radiallahu anha e ka kuptuar ajetin kështu, ka thënë ja Rasulullah, kjo ajet ka zbrit për ata cilët kanë bën amoralitet, kanë vjedh, kanë bën vepra të këqija, iyadhan billah, kanë rrejt. Apo edhe mirë, e tash e kupton kur ju ka dhënë mundësia me dhënë, thotë janë të friksuar, apo ju pranohet për shkak të këqijave të tyre? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë jo. Ka thënë jo për kundrazi, ka thënë ja, jo o i bia as-siddiqut, o i bia e të drejtit, o i bia e Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, ka thonë ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه أو لا. Jo thot kja jetë është për ata të cilët të janë falë, jo kanë bëtë shia, janë falë, kanë agjeru, kanë dhënë sadaka, kanë bëve vepra të mira. Me gjithë ata, thot avguton, thot janë të friksuar, thot ana i ka pranua Allah subhanahu wa taala apo jo. Dhe kjo është fakta e shkalla më e lartë e besimtarit, e besimit, shkalla më e lartë e fetarizmit, më e lartë e adhuruesit te Allah subhanahu wa taala. Jo për shembull avguton me po adhurimin, sot shumica avguton e kanë këtë standard jetës të adhurimeve. Më nëse unë e bona, ama pranë s'ma su puna jeme. Ndërsa galja më e madhe e muslimanit është kur ta bën një adhurim, më kupton më kujdes që Allah ta pranon. Aisha radiallahu ta'ala anha kur jepte një sadaka e parfumoste. Çka po bën? Ka thonë për shkak se para se me ranë dorën e nevojtarit bje në dorën e Allahu xhelle xhelali dhe unë po du me kon me erë të mirë. Subhanallah, me erë të mirë. Për ata, ndëruar aguton, për ata dhe na mas çdo adhurimi i bëjmë istikfar. Ka hikmeti i istikfarit mas çdo adhurimi. Na në fakt e bëjmë adhurimin, na bëjmë istikfar në fund. Pse? Me largue pra, me kërku pi Allahut ato çdo mangësi që e kena bën, që e pengon pranimin te Allah azza wa jalla adhurim, që Allah më na i fal në mënyrë që të pranohet adhurimi. Apo në mënyrë që të pranohet adhurimi te Allah subhanahu wa taala. Pra çdo mangësi, këshillit i këtë adhurimet që në fund përfundojnë me istikfar. Allah azza wa jalla dhe kur i ka përshkruar robët e tij në Kur'anin e Kerim, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ishin pra kuton gjenerata që ka bashkë në adhurim pjesën e tretë të natës bashkë në istikfar te Allah subhanahu wa taala. Pse? Ato adhurimin që ka e bana, dhe me thonë, njeri ka mangësinë ato. A e ka bon formën më të përkryer, na imi mundua, më ka mangësi. O Zot, pra na, po istikfari bjeskër, o Zot, kjo është adhurimi jem, falimi çdo mangësi që e humbonta. E Allah subhanahu wa taala në mënyrë që ta pranon tek ai. E pesta, apo mjeti rregulla e pestë që na ndihmon me konte përhershëm është shoqërimi me njerëz të mirë. Shoqërimi me njerëz ibadetxhi. Shoqërimi me ata të cilët domethënë e kanë rrinë këtë shkallë, apo janë më të kujdesshëm se ti. Mundohu mu shoqëru me ta. Por shkak se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kjo është ndër shkaqe të shumë të rëndësishme. Pse? Se njeriu shoku me çka shoqërohet, se e kupton, nëse është pi të mirëve, ai ka me ngrej zhak për dorë. Nuk të len. Shoqërimi ta shok ai nuk të len. Yalla është namazit, kishte me fal namaz. Thiri e zoni ha shkon në xhami. E ku jepën telefon, thirrën telefon. Hajde se ka thirrë zonin shkon në xhami. Hajde se është në ders, pa ders filan veni shkon. Vazhdimisht apo ti, ai çon apo don konstati Allah azza xheli i kënaqur. Nëse ti e sheh vetveten se je pra i mangët, shoqërohu me ata që janë më aktiv se ti. Në mënyrë që apo fjala, edhe mundohu me ndëgjuar. Tamam. Po shkak se ti e shoqëron ata, por me të ndihmuar pra apo don. Ti qysh një apo don edhe mundosh me shku dikujt na çka të ndihmon edhe thotë jo. Nuk ka dobi këto apo don. Ose banu për atyre të cilën e ndihmon dikan, ose banu për atyre të cilët shko mas atij të cilët të ndihmon. Por ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë al mar'u ala dini khalili, njeriu që ndron në fenë shokut të tij. Falyanzur ahadukum man yukhalit. Dhe në të shikon çdo njeri nga ju se cilin e shoqëron, me cilin rrin, me cilin udhton, me cilin shoqërohet tek kështu më radh. Por ata Ibn Uthaymin rahimahullah kur ka komentuar këtë hadith ka thonë أن الإنسان يكون في الدين وكذلك في الخلق على حسب من يصاحبه. Ka thonë apo njeriu që ndron në fe ose thot është për qëllim këtu për shkak se din e përfshin edhe akhlaqin. Se din në arabe ka disa kuptime, një prej tyre është edhe din fe, si besim, si bindje, por edhe si akhlaq.
Shkak se ka thënë pejgamberi, çdo fe thot e ka një simbol, dhe simboli i Islamit apo don është akhlaq. Dini apo don është për dinë të Allah subhanahu wa taala. Vërtet kanë thonë, shoqërova apo don me njerëz të mirë në mënyrë që të pajisësh me të mira. Pajisësh me ato çka i posedon ai. Ditën e Kiametit, subhanallah, shoku i mirë, për ata dhe kanë thënë selefat shpeshtoni dhe shumoni shokët e mirë. Sa tini ja u shifni khajrin në dunjo dhe në ahiret. Në dunjo dhe në ahiret. Në nga shoqërimi i mirë ka dobite shumë të skurci i kanë tek dietarët. Nga ato aguton është se të ndihmon pra të ban aktiv, të nxit vazhdimisht në adhurime dhe në vende ku Allah është i kënaqur. E dyta, e ki pranë në çdo vështirësi që të kanoset. E ki pranë te, të ndihmoj, apo? Tamam? Dhe të njëjtën kohë të ndihmojnë fizikisht, po të ndihmojnë edhe me dua. Në kohën kur je i smuar të vinë vizitojnë dhe bojnë dua për tyje, që Allah me të shëru. Atëherë kur dirsh, të përkujtojnë me dua dhe magfiret të Allah subhanahu wa taala, ndoshta dhe japin sadaka për ty. Përmendin veprat e mira. Edhe ditën e Kiametit aguton ku të hinë me bo me ato njoni prej tyne me hinë xhennetin e Allahut, edhe mi kërkuaj Allah ato zot filanin e kum pas shok dhe s'pe shof këtu, ka më konë Allah ka mi dhënë pra leje ndërmjetësimit që të nxjerrë nga xhehenemi edhe në bille. Pra ta shka thot Allah zë gjelën kur i përshkruan njerëzit e xhehenemlive, ato ishin thot në xhehenem dhe nuk patën kur një farë ndërmjetësuesi as nga shokët dhe as nga veprat. As nga shokët ta. Tamam? Pra ta më gëton, kanë thonë shpeshtoni dhe shumoni shokët e mirë në mënyrë që t'ja u shifni khajrin në dunjo dhe në ahiret. E gjashta, mjeti i gjashtë, rregla e gjashtë kanë ndihmon me konë na të rregullt të përhershëm në adhurime është mukhalefetu hawa nefs. E kundërshu nefsin. Me kundërshu kanë nefsin. Allah azza wa jalla ka thonë inna nefse le amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Vërtet apo të nefsi urdhnon për të keqe. Urdhnon për koprasi, demelizëm, apo don në të këshia e kështu më rrët. Për ata ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah, فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر. Kush e njeh thot nefsin, të vërtetën e nefsit, ti, dhe çka është aguton në gjitën e te, nga në tëshmeria e saj që Allah ka kriju si nefs, aguton, do ta kupton se është, dhe me thonë në fjala mbjellje çdo të keqe. Mbjellja e çdo të keqe. Jo rastisht Allah zë gjithë ka thonë, wa amma man khafa maqama rabbi. Dhe ata të cilët do t'i kanë frikë thot qëndrimit në ditë para Allah subhanahu wa taala, wa nahan nafsa anil hawa. Edhe çka e kundërshojnë thot nefsin e tyre. Nga egot, nga dëshirat. Dëmshme apo to? Fa inal jannati hiya al-ma'wa. Jannati të jetë për ta. Subhanallah, frika ndaj Allahut, ndaj qëndrueshmërisë, të di pika kush i ruan jetën e tij. E kundërshon nefsin e tij. Tamam? Dhe të njëjtën kohë ka frikë vazhdimisht për çdo sen ku ti paraqitet me bëni të keqe. Edhe ka frikë se një ditë ka më para Allah subhanahu wa taala. Kjo vetëm çështje kohë o vëllezër është. Për ata, dhe me thonë t'i afrojnë pak argumente, t'i afrojnë pak këshillat e Allahut xhella xhelalu pejgamberit, t'i afrojnë pak afër zemrës. T'i kapi pak me ndjeshmëri. Se një ditë prej ditëve kena me dalë para Allah subhanahu wa taala, ditë ka me ardhur. 1500 vjet kanë shku pite pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam. Kam shku jeta jonë. Dhe kena me dalë para Allah subhanahu wa taala. Le të kujdeset çdo njëri nga ne akuton qëndrueshmërisë nesër para Allah subhanahu wa taala. Kjo nuk mund është mik kësaj kur. Çdo gjë në këtë dunjë përpara njerëzve, çdo kërkesë çka të bëhet ti në këtë dunjë mund është mik. Po, tu ka shtuar një fletarës. Kish presa ku do të më mik, më shku dikon s'mund më mëson. Edhe ka raste të tilla. Apo ka shku me vite, ka shku në vende të ndryshme se ka ditë ku janë, ka vdek atje edhe i ka ik pra. Kërkesave të dunjës, sa kupton, mund është më u ik pa fije problematike. Asaj që Allahu xhella xhelalu ka thonë se këtë ditë vdekja ka më zon kudo që jeni. Suni ik vdekjes. Qëndrimit para Allahu xhella xhelalu suni ik i medal. Varrit, natës varrit, suni ik.
Ora siratit sun kemi ik, maqës veprave sun kemi ik. Tamam? Pra kupton në fjala, këto janë sene çka na ju besojmë. Ju besojmë bindshëm, që pjesë e imanit. A kupton? Pra ta më kupton ti të mundohemi mi jetu këto në jetën tonë praktike. Do me thonë veprat në punët tona, kupton, përditshmëritë tona. Çka i ka bën sahabët gjeneratët e para me muslimanët e mirë? Që kjo i ka bën. E që konë qëtër Kurana, kupton, që kjo i ka bën. Se ajetet e Allahut, mësimet e Islamit, kupton, Kurani i kanë marrë shumë seriozitet. Kanë marrë shumë me bindje, kanë jetuar me to. Na për shembull, alhamdulillah, kupton, kur jemi duke ndëgjuar, duke lexuar, duke recituar diçka, i ndjejmë kupton mirë, por ku dalmi në jetën e përditshme, kupton, sa të pak apo kupton i harrojmë, largohen pse ambienti sot kupton i shoqërisë muslimane, do të thonë është largu kjo kallzon se shumë është zbeja kupton atmosfera e imanit mes në shoqërinë islame. Ishte mes në familjeve kupton. Në familje sado që quhet islame, kur me praktikë islame të sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra vetëm ti me gruaj me fëmijë, megjithatë në jetën e përditshme sa ja i kujdesur, i kujdesshëm, në dispozita, në rregulla, tamam, shumë pak. Por ata duhet na me do e mos mi mbjell këtu, mi rrit, mi kultivu, mi ujit, që jeta jonë të marrë kohje dhe atmosferë imanie. E shtata ademu teklifi nefs ma la tutiq, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Me koni vazhdueshëm në adhurim, adhuruesi vazhdueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala, është mos me marr adhurime të shumta. Merr atë sa mund me bë. O për qëllim për nafile të vëllai. Forza tash Allah s'na ka ngarku shumë. Po për adhurime, do të thonë nafile për vepra të shumta, nëse do me shtu vepra të shumta të ndryshme, kupton, mos u mundosh shumë. Merr atë sa mundosh me bë. Kjo shumë është e rëndësishme, kjo është edhe porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radhiyallahu anha, thot erdhi një grua, kanat indi imra'a min bani Asad. Një grua nga bani Asadet. O konte une edhe hiri dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam thot tek unë. Dhe pejgamberi po thot kush është kjo grua e moshuar? Ka thënë ja Rasulullah, kjo është një grua që ka shumë pak flenot. Dhe ban shumë adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Ma aleikum ma tutiquna min al-a'mal. Kini kujdes, merrni vepra atë sa keni mundësi me bë. Asa keni mundësi me bë. Këto janë dy sejna ku të kuptohen. E para është se adhurimet e shumta, që nuk mund me qu besimtarë, që nuk mund vetë për i bani nis, ai nuk mund të me qu dhe kjo e bje dhe me thonë në tham, e bje natë që ka Allah e urren dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Që ta nisë në adhurim pastaj dhe se s'mundesh me vazhdu. Tamam? Edhe dyta kjo mundet me qu deri te gërditja. Tamam? Te gërditja, pastaj kupton atë shumë, kupton lodhesh ndaj një adhurim, ndaj një seni, pastaj kupton në fjala edhe farzët më sa problemi i bon ku të midhsh kupton në fjala me urri pastaj për shkak se e ka thi korrizin tant. Por ata kupton janë këto dy arsye kryesore çka kupton na ban që na do të më marr për adhurim me varg sa kemi mundsi. Për ata dhe pejgamberi sa gjithashtu hadithin që në transmeton Abu Davudi nga Aisha radhiyallahu anha, thot eklifu min al-amali ma tutiqun. Ngarkojnë vetën nga me vepra sa keni mundsi. Atë sa mundi me qu. Tamam? Jo atë sa nuk mundni. E teta an yakuna futurul abd ila sunna. Atë kjo pikon shumë e rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith nga Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل عمل شرة تمام ولكل شرة فترة. Ka thonë çdo veprat e njerëzve, njeri që ban veprat, njeri has në dy situata. Situatat e aktive, që kanë shumë aktiv në adhurime, në vepra, po, dhe situata dytë është, nuk i vazhdueshëm, po, që kanë nga njëherë futet njeri në plagështi. Tamam? Pas çdo aktivi në adhurime, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot vjen një fazë e plagështisë.
Apo, a ke pa vazhdimisht mas Ramazani i ka të njerëzit këtë një plagështi. Se kun aktiv. Pas çdo aktivin e adhurime, thot, në vepra, vjen një fazë pas saj, thot, çka e plagësht, e lodht. E mërzia, kupton, vjen mërzi çdo sen me bën, kupton. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad aflah. E kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ka thënë që kjo fazë e plagështisë, kur të godet, mundohu me kanë me vepra sipas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kush i ka veprat në kohën e plagështisë sipas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, faqad aflah, ai ka shpëtuar. Pse? Zakonisht njerëzit a kupton e lëshojnë, si thojnë, bajrakun në kohën kur janë të lodhët, kur kanë plagështi, kur mos si thojnë a kupton ju ka ardhur te huna çdo sen. Çka? Çdo sen më nuk kanë kujdes më sipas sunnetit as sipas bidatit. Por ata po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën ku je aktiv nuk po fol, ajo më di si je aktiv dhe je i përpikët që ta përsosësh veprën. Mirë po thot në kohën e plagësht, kur je në plagështi, mundohu dhe atëherë me kanë vepra sipas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ani pse me zemër dhe me trup je shumë i plagësht. Tamam? Pejgamberi Allah këtu po thot bile spaku me formë në të jesi pas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Njeriu që pa kunosh aktiv, apo kupton mundohet me ulid, me çu tekbirat, mashallah, mu ul pasaj në tahiyat, me krya kur s'është aktiv, është të shiu ibadetin. Mirë po kurosh i lodh ti plagësht. Shumica njerëz që çka bën? Ti bën e diçin ai çoj durt ajo. Ti bën e diçin ku janë tu lidh. Gjithara i lidhet çetu, kur lodhet plagështohet se dia as kujto më durt e kupton. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot, plagështin di sunehek. Ajo fazë dut, fazë njerëzore apo. Mirë po mundohum këtë fazë veprat me i bën sipas sunnetit pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kush i bën, është i kujdesshëm këtë kohë, ai vetëm se ka shpëtuar. E ka thonë që këtë kohë, kupton, kush i bën, wa man kanat ila ghayri dhalika faqad halak. Dhe kush pra që këtë fazë të plagësht i bën veprat jo sipas asaj që kërkohet me mangësie të mëdha, pra kupton, mundet me çu deri te shkatrimi. Ki hadith ka sebeb. Ki hadith ka sebeb. Abdullah ibn Amr ibn As e pat martua një grua nga Qurayshit, radiyallahu ta'ala anhu. Pastaj kupton Abdullah ibn Amr ka qenë i njohur për adhurimin te Allah subhanahu wa ta'ala. Ma gjerim të shumë, të lezim të Kur'anit Kerimit në veçanti, namaz, nafile të shumë të kështu me radhë. Derisa kupton të tuan ku gruaja e tij. Edhe i shkoi lani pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe pejgamberi sa po i këshillon Amrin, po i thot, a kupton se adhurim a mundesh me agjeru vetëm 3 ditë në muajt. Të mjafton inshallah. Amri po thot, ja rason në muaj edhe më shumë. Ali do shikoj. Derisa po e shkurtojmë, derisa a mund që ka derisa erdh puna një ditë po një ditë jo. Pejgamberi thot, më nuk ban më shumë, më shpesh. Një ditë agjero, një ditë han. Një ditë agjero, agjerim më i miri Davud alayhis salam. Subhanallah. Ka thonë po lexim Kur'anin e Kerimit. Derisa pejgamberi sa sa një herë në muaj të mjafton me bën hatme. Ja Rasulullah tha unë tha bën tha më shumë. Më shpejt. Tha 15 ditë, në çdo 15 ditë bën, tha më shumë. 7 ditë, deri tha pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam çdo 3 ditë bën tha hatme. Më shpejt nuk bën. Tamam? Ka dhe të faqe, ka dhe të gjuzën ditë. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë që të hadith. E ka thonë Amrit, ka thonë për shkak se pas çdo aktiviteti që je aktiva kur në adhurime, ki me has në plagështira. Dhe Allah e urren ti, a kupton me mangësu pastaj në ato adhurime çka i ke marr, mi bën, kupton. E urren. Për ata kupton merr vepra, kjo aty thosh madhështor, a kupton merr vepra as sa ke mundsi. Për ata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu çka tha? Inna li hadhihi al-qulub iqbal wa idbar. Në vërtet ato këto zemra thot, nga një herë thot apo kupton të nxisin për me heste para, me bë vepra të mira, kupton. Nga një herë thot çojnë te mas. Se janë këtë njëjtë, kupton, janë me iman gjithherë, kupton, janë me fuqi, me energji, gjithherë të njëjtë. Çka ka thonë Omeri? Ka thonë fa idha aqbalt fakhudhuha bin nawafil.
Këshire thot zemra nga njëherë kur është aktiv dhe me energji, thot mundohu nafile thot me po. Edhe nafilet më smilja. Ka thonë dhe wa in adbarat fa alzimuha al faraid. Dhe në qoftë se ka njëherë thot hasnin plagështirat, lodhje, pa energji, pa disponim, thot forcët e Allahut mundoni me kri mirë. Forcët e Allahut mundoni me kri mirë. Subhanahu wa ta'ala. E nënta qada'u ma fate min at-ta'at. A kupton e nënta është më mundua besimtari çdo vepër, pra na thojmë nafilet e kupton me bën nafile kështu më radh, por ka mundësi njeriu nga një herë me ik. Apo, për shkak udhëtimeve, për shkak smujës, për shkak kështu më radh, mirë pa kupton na çka më mundu këto vepra atëherë mi bëm një kohë tjetër. Pse? Po shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që transmeton Aisha radhiyallahu anha, thot kana nabiyullahi alayhi salatu wasallam idha salla salata ahabba an yudawima alayha. Kur donte me bën namaz, kishte qejf thot çat adhurim me vazhduam, me koni vazhdueshëm. Mirë, po nëse thot nuk mund të pastaj ndonjëherë për shkak lodhjes, për shkak xhumit, për shkak udhëtimit, thot atëherë thot ata thot e bante thot me një kohë tjetër. Sikurse ka transmetime. Pra, namazin e vitit, namazin e natës, pejgamberi sa kur s'mund të natën e falte para dite 12 rekat. Natën 11 tek, ndërsa ditën nëse e ban pra çift 12 rekat. Kjo është sunneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam: "Man nama an witrihi aw nasiya falyusallihu idha asbaha aw dhakara." Ka thënë kush ka flet ose ka harru vitrin, tamam, në ta falë ata kur t'i kujtohet për shkak harresës ose kur zgjohet nga gjumi. Kur zgjohet nga gjumi thotë dhe mos ta lën. Kjo gjithashtu aludon vazhdueshmëri, pra edhe nafilet, se të në nafilet tojnë veç farzë të bëjnë nafile. Kaza, po. Jo, këtë vepra çka ti je rregullt në to, nëse nuk e ka kalu, nuk ke mujt me e bën kohën e vet, unë shpëbon masanene. Çdo sen çka je rregullt nga adhurimet, edhe nëse janë nafile. Pastaj edhe e fundit nderuar, por mos më zgjat për shkak se kjo tematikë është shumë e gatë, është më mundue me shikue në fragmentet e të parëve tanë. Apo, në jetën e tyre, në sirën e tyre, biografinë e selefit. Ato janë që ka të muqin me energji. Ato janë që ka t'japin energji. T'japin apëkuton në fjala se edhe shef vetë vetën, subhanallah, se si janë konë apëkuton ato musliman. Pse? Për që në kime hasë janë konë namaz shumë përpikt. Për që në kime hasë janë konë shumë dhëndë pas agjerimit, pas të zimit kuronit, pas dituris, pas sadakas, pas sabrit, pas të mirave, pas zjareteve, pas dhanmës, pas gjë sejnë e vgudan, ati kime gjithë gjitha. Edhe qka ti kimi plësu ati të metat e tua qka i pësedon. Qështë e je i mangët, ati kimi mundua kuton me marrë një shembull të mira kuton në mënyrë që te avansohesh në atë adhurim qka je i mangët. Dhe këto janë 10 gjëra, 10 mjete, 10 pika që kanë ndihmojnë të nderuar që ne të jemi adhurues të vazhdueshëm ndaj Allah subhanahu wa taala, dhe kjo është kërkesa e Allahut xhelle fi ula. Për më së zgjat inshallah Allah na bën për atyre të cilët jemi të vazhdueshëm në adhurimin ndaj Allahut xhelle xhelalu. Lutim Allah subhanahu wa taala që Allah të ndryshon gjendjen e të mirë. Lutim Allahun xhelle xhelalu që Allah të ndihmon muslimanëve ya rabbel alamin, kudo që janë me një fitim të vërtet. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.